Ka më shumë se 2 muaj që flota e peshkimit ka hyrë në një krizë mjaft thellë për shkak të konfliktit që ka lindë në lindjen e mesme. Çmimi i naftës çmimi i naftës është ngritur shumë, kështu që flota e peshkimit ka hyrë në një krizë mjaft thellë. Duke pas parasysh që masa dërmuese e peshkatarëve dhe punonësve të peshkimit janë egjiptian, kjo po krijon një krizë tjetër mjaft të madhe. Që këto shtetas egjiptian që punojnë sektorin e peshkimit janë detyruar me u kthy në vendet e tyre të origjinës, e cila do krijojë një krizë mjaft të madhe, duke pas parasysh që edhe me ta fal shtetin naftën nuk ke më mundësi të nxjerrësh anijen në det. Kështu që para 2 muaj ka qenë edhe ministri i peshkimit dhe ka marrë zotim, ka premtu ministri i bujqësisë nga ministria nga ajo ministrinë e cilën e varemi, ka premtuar që do ketë një ndërhyrje ke çmimi i naftës me mbështetje për 400 lekësh. Zotimi është dhënë, fjalët janë dhënë, kontaktet kanë pas përsëri në ministri në rang zëvendës ministri, përsëri na premtu detashi, nuk ka asnjë reagim. Pra nuk ka asnjë lloj mbështetje dhe asnjë lloj sinjali që do mbështetet, pra ishte mashtrim i rradhës. Cilat janë masat që do merrni në rast se nuk merren? Masat pothuajse janë të marrë se barkat janë gjitha të bllokuar në Porto, siç e thash më parë për shkak të çmimit të lartë të naftës. Njerëzit janë detyruar të dorëzojnë gjithë licencat sepse natyrshëm vjen kjo krizë kur punojësit barkat dalin dhe nuk është gjendje të likuidojë naftën, jo më të prodhoj të ardhurna rrogat për peshkatarët, aq më tepër për nartanive. Kështu që situata është mjaft e rëndë. Sezoni veror është në prag, kjo nënkupton që edhe tregu do ketë mungesë peshku nëse peshkariqat nuk. Në mënyrë kategorike do të mungoj peshku i freskët. Edhe nga ky moment do të ketë një lulëzim tjetër i tyre që bin peshk nga jashtë. Sepse tregu do të kërkohet e peshku mungon nga flota e peshkimit, kështu që do lulëzoj pjesë tjetër njerëzish që është totalisht e padrejtë. Faleminderit. Unë tash unë punoj Bahania Tara, ila gjitha egjiptiani këtu, ka shumë persona, ka familjarë këtu. Ila unë ka familja, nuj se ila qujnë ila gjithë. Unë tash nafta shumë shtërinj. Ila me khazina nuk dilli beshke ma sibër, nuk dilli ma bak. Çfarë do bëj? Gjitha nafta shumë shtërinj. Ila gjitha 100% tash gjitha egjiptian ke higim. Unë kam marrë balet të im, ila balet të familja, maksimum duhet të higim Egjipt. Nuk e di, kismet ka ule këtu. Sa vite keni ju? Unë 8 vite këtu. 8 vite punoj në Shqipëria. I ka në shumë vite. Unë jam vetëm kam 20 vjetë këtu në Durrës. Ila familja gjitha këtu. E këte e bari në peshkim ka bre bileta me gjithë familja. Se nuk e vlej, ma dalin det me këte shmimi nafta. Edhe peshku. Na. Futit na. Problem me këte shmimi për zoti. Oso bëj një gjo, hegi 20%. Bëj hegi Erdogan këte për momentet ashti. Se shumë problem për zoti. E ka bërtamjut i gjithë. E gjithë gati për të hegi Egjipt. Nuk ka lek. Unë për zoti, unë jam maj vjetra këtu, nuk kam fuqia për maj kalamaj këshpi. As më buk, as më qëra. Nuk është vetëm, na gjithë, nuk është. Keq. Shtetit do të nimoj. Të lutit, shtetit do të nimoj. Oso, se më përpara. Për pun 400.000 lekësh, mrapshi, si janë gjithë halagji. Kur boj keq për punëtori, keq për pronari, keq për magazinu, keq për gjithë. E ka mundësi takserat, ma një moj qik, na anë ju, o shefi takserat, si unë s'di më folë shqip tamam, ma mrap ti kuptan që folë Hasani. Takserat ma një moj qik, se shumë problem me këte shmimi. E di si ke për gjithë bote, keq për nafta, ma ju mrap e ke dora për të një moj, se bashkim e ka për të mjudi gjithë shumë problem për zoti. Për zoti, gari në ku? Shumë, në 300-400, vetëm këtu në Durrës. Çmimi i naftës të futet ke bursa transparencës, sepse çmimi i naftës po luan çdo ditë, pikat që e shesin e luajnë çdo ditë. Edhe tjetra. Po vazhdoj kështu, kjo punë të gjithë ne do shkojmë para kryeministrisë, sepse egjiptian po ikin gjithë. Edhe janë
mbi 400 veta këtu që punojnë. Edhe nuk kemi zgjidhje tjetër me këtë çmim nafte, me 1100 që ne e morim plus të vëshën, ne nafta na shkon 1600 me siguracione me gjithë. Qa zgjidhje dhe peshku, qa zgjidhje dhe ketë ma? Nuk di, anijet ndëri me zini, anijet dhe lidhen gjitha, edhe janë të ulilë se s'kanë më naftë, nuk e morin dot, nuk e përballojnë dot të punë. Edhe, kaq, tashi, kjo është e funit këtu. Ne tashi do ju shkojmë para ministrisë, kërkojmë të drejtat tona të paktën, si gjithë vendet e Ballkanit, që jo Italia, jo Greqia, jo këto kanë shumë subvencione, shumë kështu. Ne s'kemi asnjë gjë. Vetëm paguajmë taksa. Kaq. Atëherë si do të veproni në këto kushte që është e vështirë të punohet? Tani mund vje keq që mlidhemi pas shumë vitesh për të njëjtën histori, për sa krijohet një krizë, duhet mlidhemi ne të ndërpresim punën që të kujton ato që janë përfaqësuesit tonë atje në Tiranë, Ministrinë e Bujqësisë, që ky sektor me këto çmime nuk mund të vazhdoj punën. Me çmimin 60 lek për litër, ne na zen një kosto mbi 50% nafta. Me 1000 lek për litër, që është sot 1100 lek që ka shku, ne jemi komplet jashtë kostos. Pra nuk ngelet as për ekuipazhin, edhe as për me mbajt atë mjetë si për ujtë. I bëjmë thirrje ministrit ton radh parë, mbaj premtimet që ke dhënë. Llafet që i thu para kolektivit peshkimit, duhet i marrësh me përgjegjësi. Nuk duhet i thush llafet, t'ikish edhe të harrosh çfarë ke thënë. Vetmja alternativë që është, sektori është i bllokuar komplet. Ne na ngelet paktën që mos rëndojmë veten tonë duke paguar për ditë taksa, sigurime etj, të ndërpresim aktivitetin, të ndërpresim edhe licencat. Vetëm kjo na ngelet, nuk ngelet. Është kjo situata më e vështirë që po kalon sektori peshkimit ndër vite? E kemi kalu dhe përpara luftës me Ukrainën. Por fatmirësisht patëm një ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Bujqësisë me mbështetjen e kryeministrit, që na u dha 40 lek për litër mbështetje për aktivitetin. Dhe e gjithë ajo ndërhyrje kushtoi rreth 3 milion euro, që 3 milion euro sektori i peshkimit ja jep shtetit vetëm të vëshë, pa llogarit taksat e tjera, licencat e barkave, ndërhyrjet në regjistrin detar, siguracionet e kështu me radhë. Faleminderit. Ora po vazhdoj kështu do shkojmë në Tiranë. Ai shagako. Hajde, hajde se po vi. Vina, hajde se po vi.
Jo, atë i thot bukur,